ky ligj jam i bindur është fundë kry antikushtetues. E vetmja situatë kur ky ligj ka kuptim është nëse shpallet gjendja jashtëzakonshme, edhe në kuadër të gjendjes së jashtëzakonshme ti ndërmerr tona masat për të ruajtë qytetarët. Por edhe nëse shpallet gjendja jashtëzakonshme, edhe nëse ky ligj hyn në fuqi, pra në një gjendje të jashtëzakonshme, ky ligj nuk është ligj. Unë kam një pyetje për ministrën. Pse nuk është ligj, pra, sepse nuk definon asgjë. E përcakton një listë parimeve të sjelljes në situata të caktuara dhe gati çdo kapitull, nëse jo çdo kapitull i ligjit kërkon një rregullore për të specifikuar se si do të zbatohet ai ligj. E kjo pastaj jep diskrecion të madh edhe ekzekutivit, edhe zyrtarëve që merren me zbatimin e këtij ligji. Unë nuk e kam problem të pavarësinë e bordit. Çdo bord që zgjedhet nga Kuvendi i Kosovës zgjedhet nga shumica parlamentare. Unë kam probleme shumë me etikën edhe profesionalizmin e atyre njerëzve që zgjidhen nëpër borde të ndryshme, jo vetëm në këtë bord, por në gjitha bordet e tjera. Pra pyetja ime është për ministrën, edhe po them shumë sinqerisht i interesuar për të marrë përgjigje. Çka është destabilizimi i tregut? Nëse nuk është situatë gjendje jashtëzakonshme, çka është destabilizimi i tregut? Pra so duhet me deviju çmimet në treg nga një periudhë të caktuar bazë ose nga një çmim në berza ndërkombëtare etj që ne me konstatu që ka destabilizim të tregut, edhe mandej me fillu me ndërmarr masa. Kjo është e para, edhe e dyta, kush ka diskrecion edhe kush mund me siguru dhona për me i llogarit kostot mbi bazën e cilave pastaj duhet me caktuar edhe çmimin tavan. Se ti s'mundesh me caktuar çmimin tavan nën kosto ose baraz me kosto për prodhimin e një malli ose ofrimin e një shërbimi. Pra kush e ka këtë diskrecion ku kemi marrë dhonat për me llogarit spari kostot e mallrave që i ke specifikuar në ligj për cilat çmimet do të kufizohen, pra do të vendoset çmimi tavan, edhe çka përfaqëson situatë destabilizimit në treg. U përmend pak më herë nga deputetja Bajrami. Autoriteti rregullativ i ujit që rregullon ujin e pijes dhe ujërat të ndotura e ka rrit çmimin e furnizimit në masë konsiderueshme. A është kjo destabilizimi i tregut? Sepse përqindja rritjes së çmimit të furnizimit të ujit është bukur e madhe. Pra pyetjet e mia ministre po e them me interesim për të sqaruar për vete dhe para qytetarëve. Çka është situata destabilizimi në treg? Si i përcakton këtë? Edhe si i përcakton kostot e furnizimit të mallrave në treg mbi bazën e cilave do të vendosen çmimet tavan. Dhe treta, pse nuk po përdorin instrumentet ekzistuese? Regulativa ligjore në fuqinë Kosovë të jep të gjithë autoritetin e ke diskrecionin e plot me përdor regulativin ekzistuese, autoritetin e konkurrencës, inspektoratin e tregut dhe ligje të ndryshme për kontroll të funksionimit të tregut. Çka sjell tre ky ligj? Përveç se përcaktimin e çmimit tavan, i cili nuk është i qartë se si do përcaktohet në praktik për arsyet që ju thash. Pra çka është destabilizimi i tregut? Dhe si përcaktohen kostot e ofrimit të mallrave në treg? Faleminderit.